Zylejha është e mbushur plot e përplot me dyshime për Mehmetin, duke mos ditur nëse duhet i besoj apo jo. Gjëja që i bën çudi dhe ja kthen mendjen, do të ndodhë menjëherë sapo ajo të fundet brenda në shtëpi. Zylejha gjen gjyshin e Demirit duke lexuar letrën që la Mehmeti. Letra është në arabisht, por ajo e kupton fjalë me fjalë sepse zotëron gjuhën arabe në mënyrë totale. Zylejha dëgjon me vëmendje se si përkthimi i gjysesh është i njëjtë me fjalët që i tha Mehmeti. Ajo që e lumturon më së shumti është rreshti ku vajza në letër i shkruan Mehmetit se e di që ai nuk e ka dashur kurrë. Sado që Zylejha bindet për sinqeritetin e tij dhe lumturohet, Fikreti nuk e lë të qetë, duke shkuar vazhdimisht pranë saj për t'i thënë se nuk i beson Mehmetit. E lodhur prej tij, Zylejha i kërkon ta lërë me aq dhe largohet prej tij. Paralelisht, Mehmeti po merret me Betylin që e ka zbuluar se ai është Hakani dhe po tenton ta kërcënojë. Që t'ia arrijë planin të tij, Mehmeti urdhëron Vahabin që t'i përgjigjet 1-1. Kështu, Vahabi futet sërish fshehurazi në shtëpinë e Betylit. Kjo e fundit trembet sapo e shikon. Vahabi i kujton premtimin se do të arkonin së bashku dhe ajo trembet edhe më shumë. Edhe pse e kundërshton shumë herë, Betyli detyrohet t'i pranojë Vahabit që të largohen së bashku. E gjitha është një kurth, sepse Betyli po dërgohet pranë Mehmetit. Ky i fundit flet hapurazi për identitetin e tij të vërtetë dhe letrën kërcënuese të Betylit. Ai i bën të qartë se nuk duhet të ishte ngatëruar fare me të, dhe në çast vjen një makinë me 2 burra të maskuar që do ja lidhin gojën Betylit. Me urdhër të Mehmetit, ato e fusin në bagazhin Betylin e lidhur, edhe duar e këmbë dhe kështu largohen. Gjatë asaj kohe, Shermini në të sajen bindet ende më shumë se Çollak Aga ka ndjenja për të. Ai e gjen duke dërkuar me fysynin në restorantin e tij dhe nuk i lejon të paguajnë, duke e paralajmëruar kamerierin që Sherminit nuk duhet t'ia marrë pagesën asnjëherë sepse është e ftuara e tij e veçantë. Larg tyre, në kunakun e Yamanëve, Zylejha sjell një risi që do fitojë duartërkitjen e të gjithëve. Kërkesën e Rashidit dhe Gafurit, që secili pretendon të jetë menaxhuesi punëve të Yamanëve, Zylejha do e zgjidh në një formë të re. Ndryshe nga më përpara, që zgjedhjen e bënte Agalesha, tani më ajo vendos që ta lërë në dorë të popullit. Duke i dhënë disa ditë kohë për ditën e zgjedhjes, ajo i fton të dy që të bëjnë reklamimin e vetes në mënyrë që të fitojnë votat e gjithë punonjësve që Yamanët kanë, dhe kështu të vendoset fituesi.